Tensionet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit janë rritur ndjeshëm pas një serie sulmesh ushtarake të ndërsjella gjatë fundjavës, në një event i cili shënon për shkallëzimin e tretë të njohur brenda një jave në rajonin strategjik të ngushticës së Ormuzit. Komanda qendrore e SHBA-ve, CENTCOM, njoftoi se ka kryer sulme vetmbrojtëse kundër objektivave ushtarake iraniane, duke përfshirë edhe radar dhe qendra komanduese të dronëve në Goruk dhe në ishullin Qezh. Sipas autoriteteve amerikane, operacioni u ndërmor si një përgjigje ndaj veprimeve agresive iraniane, mes tyre edhe rrëzimi një droni amerikan mbi urat ndërkombëtar. Nga në tjetër, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike, IRGC, deklaroi se kishte goditur një bazë ajrore të përdorur nga forcat amerikane si një kundërpërgjigje ndaj sulmeve të fundit. Autoritetet iraniane nuk zbuluan vendodhjen e saktë të objektivit të sulmuar. Situata është komplikuar edhe më tej, kur Kuvajti njoftoi se sistemet e tij të mbrojtjes ajrore kishin ndërhyrë kundër raketave dhe dronëve armiqësor. Ministria e Jashtme kuvaitiane dënoi më vonë atë që ai e cilësoi si sulme të uryera dhe të përsëritura iraniane. Përshkallëzimi ushtarak vjen në një kohë kur negociatat mes Washingtonit dhe Teheranit për një marrëveshje afatgjat nuk kanë arritur ende përparim. Sipas raportimeve të mediave amerikane, presidenti Donald Trump ka kërkuar ndryshime në kushtet e marrëveshjes gjatë fundjavës. Ndryshimet e propozuara lidhen me çështjen kyçe, përfshirë sigurinë e transportit detar në ngushticën e Ormuzit, si dhe heqjen e uraniumit të pasuruar në nivele të larta nga Irani. Megjithatë, shtëpia e bardhë nuk ka komentuar ende zyrtarisht mbi këto raportime. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane deklaroi se SHBA-t po ndryshojnë vazhdimisht qëndrimet e tyre dhe po paraqesin kërkesa të reja apo kontradiktore, duke paralajmëruar se kjo do të zgjasë procesin negociues. Ndërkohë që negociatori kryesor iranian theksoi se Teherani nuk do të pranojë asnjë marrëveshje që nuk garanton plotësisht të drejtat dhe interesat e Republikës Islamike. Presidenti amerikan Donald Trump reagoi përmes një postimi në platformën e tij Truth Social, ku bëri thirrje kritikëve të tij politik për të mos ndërhyrë në procesin negociues. Irani me të vërtetë dëshiron të bëjë një marrëveshje dhe do të jetë një marrëveshje e mirë për SHBA-n dhe ata që janë me ne, shkroi Trump. Ai kritikoi demokratët dhe disa republikanë dhe në argumentin e tij tha se sulmet politike e bëjnë më të vështirë arritjen e një marrëveshje. Unë duhet të lëviz më shpejt ose më ngadalë, ose të shkoj në luftë, ose të mos shkoj në luftë. Thjesht uluni dhe relaksoni, gjithçka do të shkojë mirë në fund, gjithmonë ndodh, deklaroi presidenti amerikan. Megjithëse një armpushim kishte hyrë në fuqi më datën 8 prill, tensionet e vazhdueshme dhe mungesa e përparimit në bisedime kanë ngritur pikpyetje serioze mbi mundësinë e arritjes së një marrëveshje të qëndrueshme. Ndërsa administrata amerikane vazhdon të shpreh optimizëm për një zgjidhje diplomatike, deri më tani nuk është arritur asnjë marrëveshje zyrtare mes të dyja vendeve.